Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV. Jemi në Kuvend. Në Kuvend jam me kësaj radhe me një mik dhe një person të cilin ka vite që unë e konsideroj një nga ekspertët më të mirë të mjedisit dhe është fat që ka shërbyer në Lezhë, por për mua është për gjithë mjedisin dhe ekosistemet, biodiversitetin e tjerë që i ka pikat vetat, sigur duhet ka lind me to, është Jak Gjini. Profesor Jaku, mirë se erdhe në Kuvend. Mirë se gjitha kënaqësi me gjitha prezantim që më bën dhe unë është kënaqësi që shoh vetëm këtë studia që më tepër me ju që kemi kohë që njihemi dhe kemi trajtuar temat për mjedisin bashkë. Po, unë kam pas për disa kohë Jakun dhe ne kemi ishte pamundur sa herë që flite jo vetëm për mjedisin, për natyrën njerëzore, bashkëpunimin me mjedisin e tjerë, gjithmonë ti ke qenë sepse je aty. Ti e ke jetu kështu me që i vogël besoj me mjedisit katërhesh, që fëmijë. Ti në çfarë veni ke lind Jak? Besoj se po, sepse është unë në fshatin ku kam lindur edhe ku kam kalu fëminin në Kaçinar të Malësisë Lezhë, është një mjedis i pa imagjinueshëm. Nuk ka zonë mbrojtën sot që e përshkruan dhe që i ka ato karakteristika natyrore. Unë i quaj fëminin me fat që e kam kalu aty dhe kam marrë shumë informacion, janë bërë pjesë të mia. Kur themi kështu, një njeri që merret me mjedisin, janë disa fermente që patjetër që fëmijë i lindin dhe ai jeton me këtë dhe ti ke jetuar me këtë gjë. Por fillimisht po ta marrim ke ardhur dhe ke marrë shkollën e mesme, ke marrë këtu në Lezhë. Te Hyjdet Lezhë, a? Hyjdet Lezhë. Okej, pastaj shkollimi i lartë është në Shkodër. Në Shkodër. Në Shkodër në degën? Në degën biokimi. Në biokimi. Dhe Shkodra, unë besoj që Instituti i Shkodrës në atë kohë, sot Universiteti i Shkodrës ka qenë një institucion elitar dhe sidomos edhe degë tjera, por sidomos biokimia ka pas profesora elit. Nga cilë profesori je ndikuar pak a shumë që të hecesh në rrugën e biologut edhe pastaj më vonë edhe të njeriu ekspert mjedis? Në fakt, gjithçka që ndodhte në atë habitat një shkolle të lartë, siç ishte Instituti i Lartë Pedagogjik i Shkodrës, ishte i pari dhe s'kishte marrë edhe Universiteti i Tiranës. Dhe kam pas aq shumë impresione nga puna sepse komunikimi jonë me pedagogë, megjithëse ishim shumë studentë, ishim 300 studentë dhe në vit funit kemi dalë tek 60-70. Ishte një konkurrencë shumë e fuqishme dhe ajo që kemi marrë nga pedagogët është krejt e paharrueshme dhe unë kam pas lidhje të veçanta edhe nga një aftësi e imja që m'jep shumë vizatimi, artet figurative, i ndiqsha dhe në bibliotekë, lexoja shumë libra artit dhe vendosësh edhe ajo më dha shumë ndihmë në gjithë praktikën time mësimore në auditore, ashtu edhe në terren. Por isha unë ai që vizatoja, që punonja me pedagogët në laboratore, që baja vizatimet, si të skemave industriale në kimi, por ma shumë të atyre të biologjisë, dhe kem pat ndihmu shumë në përcaktimin në mënyrë të veçantë si të florës, të faunës, për arsye se kishin gjithë ato kohë që ne i dedikoheshin njohjes së shëmbëshmërisë biologjike. Unë këtë nuk e dija, se në bisedën e lirë e mora këtë informacion se fillimisht ke konkuruar për artet. Për artet figurative. Për në Akademinë e Arteve, ndërkohë që kishe marruar gjimnazin këtu. Edhe nuk të doli aty, domethënë. S'kisha marru liceu, unë fakt artistik, shkova një ditë me vonesë atje, por duke pa vetëm midis 100 sa konkurrentëve për 18-120, për 18, unë isha tek pjesa e vitezore me qujt amator, por në fakt kisha dalë edhe unë sa herë studentat i akademisë dhe pedagogë dilshin në terren këtu me vizatu në Lezhë. Unë dilja edhe unë me to, baja portret, edhe ishe në përpiqet me qenë një hap me to. Me pas guximin e ty në portret, në peizazh, kam marrë pjesë në do ekspozita të vogla me peizazh, punë vajt, studiosha shumë skeletet, kam pas fatjen me pas nga afër një Avenir Sadika, ai
sot është në Amerikë, ka vu emën shumë të mirë në artët kur boshin në diskutimet e ekspozitave në Tiranë që më thirrte, megjithëse unë isha në Zanz, më thirrte dhe më shpjegonte të gjitha tona rrymat, edhe në Institutin e Lartë Pedagogjik, në rusishja përkthesha libra arti që lidheshin me periudhat saktume, se si kanë ndryshuar rrymat në artet figurative, detajizmi, surrealizmi, ekspresionizmi, modernizmi, naturalizmi, autor, vepra, komenda rreth tyne dhe deri në ditën e sotme. Kam qenë i pasionuar, por kjo më dha një ndihmë shumë të madhe në punën si në si mësues biokimie më vonë pastaj një ndihmë jashtëzakonshme. Po, sepse fëminia dhe kjo punë e imja, ajo që e tham me pak fjalë ose si më thënë fare shkurt, fare të ngjeshur, është me mësu me lexu natyrën, duke qenë ti vetë pjesë e natyrës. Se çfarë po ndodh, nga çfarë është përbërë nga pikpamja gjithmonë e biodiversitetit të fushës ku jam unë, natyrisht çon edhe në geomorfologji, çon edhe në dukuritë karstike që unë jam marrë dhe i kam studiuar dhe kam marrë temë edhe për dukuritë e karstit në rrethën e Legës, që është geomorfologjike, po janë shkenca kufitare që unë gjithmonë i kam pas pasion. Po, ndërkohë për të vazhduar pak profilin shumë shkurt, domethënë pastaj ke vazhduar ke qenë mësues, ke qenë drejtues shkolle, edhe drejtues i arsimit të Lezhës, por aty që ke ngul komfort është pikërisht tek fusha jote, domethënë tek specialiteti. Aty ke një përvojë prej afro 30 vite. Okej, shiko, ja tani. Biodiversiteti i gjithë zonës së Lezhës, i ulësirës, është shumë i larmishëm, ti ke fol vazhdimisht për ta. Por nga viti në vit ka pas situata cënuese, e me radhë. Nuk e di çfarë ka një përmirësim, domethënë nga vitet, po them para 30 vite dhe deri më sot, apo është në rrezik ky biodiversitet, qoftë me lagunat, qoftë me Bregdetin, qoftë me deltën e Drinit. Unë dua që të bisedojmë rreth këtyre gjërave. T'japim një panoramë edhe zgjidhje praktike, sepse ti je përfshirë në shumë projekte dhe ke dhënë ndikimin tënd. Më bën një panoramë përgjithshme të ekosistemit në zonën e Lezhës. Në fakt, edhe për mu ka qenë privilegj me qenë banor i Lezhës dhe me njoftë Lezhën edhe si biolog, edhe si ekspert mjedisi. Gjitha këto më kanë bërë me mendu se Lezhë, tanë ato atributet që themi Shqipëria ka këtë veçori, në fakt Lezhë është një zoomim i Shqipërisë dhe i ka gjitha ato fenomenet si larmin e biodiversitetit, shumëllishmërinë biologjike, pra si e themi ndryshe, që varet nga geomorfologjia, varet nga klima, varet nga geologjia, nga shtresa gjeologjike. Gjitha këto kanë kondicionu kënë një rrjet hidrografik që se ka kush në Shqipëri, përsa i përket densisë, afërsisë, që ne na kalojnë në afër bashkisë që e kufizojnë ose kalojnë për të, e tjerë që kanë kushtëzu një si nga pikpamja e biodiversitetit, pra të shumëllishmërisë biologjike në tërësi, është mjaft e spikatun e njohur ndërkombëtarisht. E para e njohur ndërkombëtarisht sepse në Lezhë ndodhen zonat e mbrojtura, që është zona e parë e shpallur në vendin tonë, zona e Punevajin. Po. Zona e parë e mbrojtur e shpallur në vendin tonë. Në çfarë viti? 60? Ai në 1940, sepse ka qenë Kontiqana më përpara dhe ka me ndërtimin e hotelit Gjuetis, ai ka status në kontekstin qeverisë së asaj kohe. Pastaj qeveria jonë e ka rishpall si rezervat Gjuetia një 7 herë. E funit ka qenë dy vendimet e funit që më tërheqën në vëmendjen, në 2010 ku pata punu vetëm për këtë vendimin e 2010, se patëm një projekt në plan menaxhimi dhe qëllimi ishte që të krijoshim korridore ekologjike të lidheshim Kunevajinin me Patokun, kishim wetlandën Talen, presioni i ndërtimit ishte bërë i madh, aty dhe të lidheshim me korridoret biologjike ekologjike që ka Malizi. Dhe u bë vendimi i qeverisë, patëm bëj studim
në atë kohë për biodiversitetin me një kompani venese nga Tiranë, të mbështetur nga Banka Botërore, dhe u bë vendimi i qeverisë, pastaj presioni u bë jashtëzakonshëm kësaj zone. Kjo zonë ka qenë e njohur ndërkombëtarisht sepse është zonë mjaft e veçantë për shpendët e ujit. Ka qenë në zonat e para në Europë, 196 lloj shpendësh vetëm të ujit. Po. Dhe sot bashkë me shpendët e pyjeve shkojnë tek 203. Dhe në gjithmonë një zonë kur shikon se shëmbëllishmëria e shpendëve është e lartë, krahasuar me zonat e tjera, atëherë aty një biolog, një naturalist e kupton që aty kemi shëmbëllishmëri biologjike më të mirë se asnjë tjetër, sepse në piramidat ushqimore këto janë pjesa më e dukshme, pjesa më e lartë në piramidat ushqimore. Edhe është jo shumë teknike, por është një zonë që ka një produksion të madh të së gjallës që quhet organizma të gjalla. Dhe zonat e wetlandet që për ironi të fatit ne patëm një trashëgi të mirë që erdhi nga kaluara, pavarësisht se tharja, sepse këneta ka qenë deri në rrugën e vjetër që shkon nga Lezhë në Zejmen dhe që lidhet me Mërditën. Dhe gjithë kjo rruga, zona jonë fushore, unë kam qenë shkollë të mesme kur bash tharja, që në 70 marrë kjo zonë, në tharja e kësaj zonës, dhe u limitizu në atë pjesën ku është sot, ku i ka rujt kufit, zona e mbrojtur, dhe pasaj mori, u ban monitorime, kanë qenë 50.000 individ, populata shpendëve. Nërsa aktualisht shkon deri në 10, në vitin 19, kur ishte jo presioni jashtëzakonshëm, rrallën 2.000 individ populatat e shpendëve. Nërsa tash kanë lëviz nga 11.000, 18.000. Pra ka një rritje tani? Ka një rritje. Është gjithmonë rezultati i mirë menaxhimit të lagunës. Pavarësisht nga presioni jashtëzakonshëm që i bën që njerëzit e shohin kanë vështrimin e tyre të aktiviteteve se si mund të përfitohet nga zona. Shiko, unë mbaj mend që duke fol për lagunën, si idenë gjithmonë e kam këtë turizmi i lagunës, se më pëlqen ky lloj kështu termi, turizmi i lagunës, sepse është vend turistik në fundit. Por ke pasur problemin e komunikimit me pjesën tjetër, me kanal. Edhe pastaj u bë pak më vonë, u bë një kanal goxha i madh, besoj është bërë nga viti 2018-2019, diçka kështu. Ka qenë ndërhyrja juaj si specialist? Ndërhyrjet gjithmonë bëhen të kujdesshme dhe duhet në rezultati një diskutimi në nivel ekspertize të lartë, dhe këto është bën disa herë, dhe gjithmonë komunikimi i trupave ujor lagunor me detin është jetik për lagunën. Aty është një mozaik i madh të habitateve lagunore, pra me bregoret, me knetën, me trupin ujor, me kallamishtë që janë afër, me grupderdhen e lumit që tjerë, është në habitatet me një mozaik, janë në zona tranzite midis detit dhe tokës. Dhe kanë edhe cilësitë e mjedisit detar dhe ato tokës. Pra ne njihen si më produktive të botës gjallë dhe krahasuar me çdo mjedis tjetër, këto mbajnë unë e quaj produkt biologjik si florën, si faunën, pra aftësia për të prodhuar dhe për të mbajtur këtë biodiversitet në tërësi. Dhe kanale ujkëmbimit është në konditat e sotme kur ky ujkëmbim është shumë i limitizuar se më përpara reket nga mali kur s'kishim të drenuar me zonën. Kishte shumë komunikime dhe me rreshet e shiut, me puset, me borimet e tjera dhe mahet një mjedis që mjaft i pasur nga pikpamja se si e kishte instalu vetë natyra. Në momentin kur ti krijon aktivitet intensiv bujqësor dhe afron në kufit e sotëm lagunor, pasaj edhe ndërtimet e presioni aseteve turistike tjere, natyrisht jep impakt edhe këtu. Dhe këtu duhet një rikompozim i kret lagunës. Kam pas rastin të shoh në vendet e tjera dhe nuk është as pak e lehtë ta riinstalosh dhe gjithmonë po futen më shumë në këto konceptet e reja që
Ndërhyrja që do të bëhet, do ndërhyrja ka për bazë natyrën dhe ne përdorit një term nërkombëtarisht i pranuar, ecosystem based adaptation. Pra, ndërhyrjet që kanë për bazë ekosistemin, pra me marrë natyrën më të mirë, me përdorë mjetet që ka natyra, dhe sa ma pak betone, sa ma pak mjetet që sjen të natyrës, pra të druni, të guri, të këto mjetet që ka natyra, mi përdorë aty ku duhen përdorë. Dhe jepen rezultate ose ripjullëzimet, po ripjullëzimet ka një rëndësi shumë të madhe, sepse është një habitat që ka goxha peshë në një mjedis wetland ose ligatinor, ku janë lagunat, ku janë pyjet, ku janë qeltirat, ka livadhe, etj. etj. Dhe gjithmonë në momentin që bën një pyllëzim në lagun, do t'jetë shumë i veçantë, do t'jetë restaurues. Është njësoj si të restaurosh një mozaik disa vjeçar në murin e një kishe, që du t'jenë shumë mjeshtra për mi gjetë ato ngjyrat që i ka pasur me parafru, po kështu është edhe në lagun. Duhet di shkallën e mbulimit që ka një specie bimore, me specie të tjera bimore, me gjetë raportin, jo me simetri etj, me kriju tamam një restaurim natyror. Dhe këto janë konceptet e reja që po përpiqemi Dhe jak do më thënë, unë bëna i pyetje do më nga viti në vit, si ka ndryshuar, çfarë, ose a ka një përmirësim të dukshëm dhe a ka nevojë për ndërhyrje do më tani, dhe si është komunikimi me instancat do më ata që duhet t'i bëjnë të ndërhyrje, sepse a merret mendimi specialistëve për rrezikun që vjen te laguna. Se rreziku shpeshherë specialistët kanë folë për karvastan, kanë folë për divjakën, kanë folë për gjitha që po ikin specit, po ikin kështu dhe njerëzit e kanë kuptuar shumë vonë. Pastaj kanë vure që edhe kryetar bashkish, edhe deputet, edhe kryeministra, sa herë që kthehen, unë s'kam parasysh gjithë faunën, por sa herë që kthehen i japin edhe për ka i pamje egzotike, me ato fluturime, qafkat e ku diun njëri tjetër. Domethënë këtë rast çfarë ka i gjë që mendon që në mënyrë sistematike duhet t'ju ndigjojnë pushtetet edhe administratët, duhet ndigjojnë ju specialistëve. Çfarë rrezikesh ka aktualisht laguna? Fare shkurt, si që ndodhi me pak fjalë duke filluar nga 90-ta, dhe e njëjta pyetje ma kanë bërë në nivelet ndryshme të vendimmarrësve çfarë të bëjmë në lagunë, përgjigjja ime çfarë projektit. Gjithmonë projekti më i madh që bëhet në lagunë është mbrojtja e lagunës. Natyra, nëse ne e mbrojmë, natyra ka aftësitë vetë rregulluese, vetë ripërtritse, për kur presioni njeriu i kalon vijat e kuqe, kur nuk shkon në harmoni, kur nuk është miqësor me mjedisin, atëherë kjo që po ndodh. Pra ka një kontrast mjaft madh midis forcave natyrore dhe atyre njerëzore, kudo që ka vu ka me njeriu, është specia ma pushtuese natyrës dhe për fat keq ka lënë shumë gjurmë negative dhe nuk është ndalu kjo ka ndodhur edhe në zonën tonë të Kunevajinit, por me kalimin e kohës, mas planit menaxhimit, shumë aktivitete menaxhuese, gjëja më e rëndësishme për mua ishte ndalimi i qytetisë pa ligjshme. Ajo e dha një hop të madh dhe zhvillimit të faunës, sepse ajo ngjate me një maternitet disa katësh që punonte me një dhomë, pra nuk kishin shpendët folinizues aty që të ripërtrishin popolatat, kishin shku popolatat, 22 pelikan kanë qenë në vitin 92, u largun edhe ato ngelen 4, banin rigonicionin, pasaj në 2006 filluan sa me ba rigonicionin, e rikëthin tash mas vitit 2016-2000 vitet e funit, janë rikëthy dhe rikëthimi është treguesi më i mirë që do të thotë kur ti e merr dhe kujdesesh kur ti tregosh miqësor. Përsëri u kthyen pelikanit dhe u kthyen edhe shpend të tjerë. Ka lezeta i pelikani kërë i shoh shumë ato komunitetin e tyre, është fantastik fare. Aja është treguesi mrekullueshëm, shkojnë deri në 2 metra e gjysmë gjatësia krave, tash sa i dele si mallsi. Por një përballje tjetër shumë e veçantë e kësaj zone është me ndryshimet e klimatike që janë një temë në vete, po du të thamë presioni që po i bëhet dhe ne akoma nuk kemi përgatitur, por
fatmirësisht dhe në pushtetarët, ashtu si që thatë edhe ju ma përpara, me gjithë këto diskutime që i kontribut jep media, personalisht bashkë kemi diskutuar disa herë, që me kriju mendësi të reja, se si mund ta menaxhojmë. Kur flasim ku ne vajin, për është një aset që duhet përfitojnë jo vetëm ato që kanë afër që janë përfituesit e parë, ose ato që kanë aktivitete peshkimi, ose ato që kanë asete turistike, po duhet përfitojë gjithë lezhja, duhet përfitojë shumë ma gjanë se sa kaq, dhe duhet të synojmë tek turizmi ekologjik, një turizm gjithë vjetor, që sot ka vetëm shenja të kësaj natyre. Turizm gjithë vjetor ekologjik, siç e tjerë të kanë bërë për para nesh, dhe ajo është rasti ma i zhvillimit harmonik të interesave që ka njeriu për ta zhvilluar në mënyrë qëndrueshme një zonë, me për të marrë ato përfitim në mënyrë të qëndrueshme. Kur themi përfituar në mënyrë qëndrueshme, se shpeshherë i koncepti i zhvillimit qëndrueshëm i varet ku e përdor dhe me konceptin me çfarë do më rrethu, ku do më përdor këtë koncept. Por në fakt përkufizimi më i mirë për zhvillimin qëndrueshëm është i Këshillit Evropian, që është në 87-ën, kur thotë është ai lloj zhvillimi që ka të bëjë me plotësimet e nevojave të tashme, pa komprometuar aftësinë e brezave të ardhshëm për të plotësuar nevojat e tyre. E këtë raport desha unë me dhënë në kuptimin e zonave të mbrojtura që është privilegj natyror, që edhe janë të njohura ndërkombëtarisht, unë thash njohur ndërkombëtarisht vetëm për biodiversitetin, por edhe peizazhin. Në vitin 1988 zona tona wetland ligatinore, në një aktivitet në Algjer, që bësh për detin me Zë, zona jonë ka fitu vendin e parë për vlerat peizazhiste. Edhe bëjnë atë përshkrimin e bukur ato për male mbi laguna, për ujërat e qeta, për florin dhe biodiversitetin e mrekullueshëm, dhe e veçojnë nga zonat e tjera të Mezhlleu, dhe kjo nuk është pak. Po, shumë bukur, po. Shiko tani, mbi qasjet eko-hidrologjike të kompleksit lagunor të Lezhës. Dhe çfarë projektesh janë zhvilluar këtu, edhe sa kanë ndikuar këto? Për shembull, kam një shprehje dikun, eko-hidrologjia e kompleksit lagunor është e lidhur ngushtë me ndryshimet historike. Ky koncepti i ndryshimit historike. Ndryshimet historike, modifikimi që ka bërë njeriu, rrjetit hidrografik, që rrjeti hidrografik gjithmonë është privilegj me pas në qoftë se ti ndërton marrëdhënie. Edhe në këto modifikimi që kanë ardhur deri sot, duke filluar nga 5 hidrocentrale që janë Lumindrin edhe deri kur drinit i vën argjinatura dhe i thu do ecësh këtu ku të them unë dhe do biesh në det, atëherë shiko që duhet ta menaxhosh, duhet jetë shumë i kujdesshëm ta menaxhosh për atë qëllimin që ti ke vënë. Dhe këtu duhet në ndërhyrje shumë të kujdesshme. Në fillim ne na dukesh si paradoks kur Farudin Hoxha i Ndjeri, ka pas një në 2005 dhe kur u bë një konferencë shkencore, thotë një gjë, thotë ne duhet ta hapim Lumindrin, ta rjetësojmë atë, që mos përmytet Lezhja. Pra të bjem ujë në drinj që mos përmytet, edhe dukesh si paradoks në kuptim. Po, në fakt, edhe mund pa po përshtyje gjithmonë kjo, se shifra ka qenë si tip preambël, pra të bjem ujë që të mos përmytet. Po. Kjo është me edhe në konceptin me pak fjalë. Dhe në fakt historikun e ka shumë të gjanë, po përpiqem të jem sa më konciz, sepse në temat realisht janë të gjane, kur më thotë rrjeti i hidrografike dhe në raport me ndërhyrjet, me modifikimet historike që kanë bërë. Shkurt nga 1854, kur drini dilte nga Lugina në zonën e Vaudens, si rezultati një përmytje të mëdha që përfshiu si rezultati rreshjeve të mëdha, u ndan ujërat në dysh. Një pjesë vazhdoi drejtimin shekullor që kishte nga vitin Lezhë, dhe pjesa tjetër shkonte derdhësh në Bunë. Dhe nga 1854 dhe këto kanë bërë luhatjet brenda marrëzhit të tyre,
Dhe Drini ka bua luhati, ka pas momente që ka shku nga ana Bushatit, e shfut në Torovic, ka dal këtu dhe ka ndjekur rrugën për në Bregdet. Ka pas disa luhati edhe në atë zonën e Zadrinës, disa devijime si rezultati i ndryshimeve, i përureve, i argjilave, gjithmonë lënë argjil, zhavore, ka një lisi shumë interesante të se si e formon fushën, se si e mbush fushën dhe çfarë lëvizësh bën. Nërsa në zonën fushore, që është ndërtu nga sedimentet e ngurta që ka sjell lumi Drin së bashku me matin edhe me ishmi që kanë kontribuar në formimin e krejt zonës fushore, edhe këto kanë pas një lojë bashkë mati me Drinin, edhe Drinit ka lënë gjurmë që ndukshme, që duken edhe nga Google, nga imazhet pak më të vjetra, gjurmet janë lënë pak në tre që kanë lënë gjurmë, dikur shkarkimin e bante në zonën e Knallës, pasa e bante edhe shkarkimin e zonën e Vajinit, i afrosh me Grykderdhen edhe quhet më të keqen me matin, pasaj në drejtimin ku asot në zonën e Vajinit, midis Vajinit dhe Kunës, ku shkarkon. Dhe këto kanë qenë modifikimit që kanë bërë, kanë qenë nga përmasat hidroteknike, kanë qenë kolosale nga fuqia ndërhyrës dhe modifikimit që kanë bërë, se qëllimi kryesor ishte që të rrisin me tokën për aktivitet bujqësor, nësisht aktivitet intensiv bujqësor, si që ndodhë në zonën e Zadrinës, u ba një rjet kullus perfekt për detyrat që kishte, me magistralin dy ante e kullusën dy ante faqeve të malit të kësaj lugine, dhe lumin Drin e lanë në mes, por ranë përuret me 12.1 metër kub në sekund nga 340 që kishte i dyti në Shqipëri për pasaj përket përurive ujore. Ranë për shkak baseneve? Ranë për shkak sepse u shputën, totalisht u shput kjo degë që sot e kemi vu emrin Drini i Lejës, u shputën në sa po del nga lugina e Vaudès, nga hidrocentrali Vaudès, aty është ndërtu diga Spathars. Diga Spathars fillon nga Suka Mjec, është një vend nën të Mjec, dhe Spathara dhe shkon deri tek fshati Shelqet, është një dikë jashtëzakonisht e madhe, por kësaj dike që i ndërpret totalisht ujërat shekullore që kanë rrjedh në drejtim të shtratit që është sot që na kalon këtu afër ne. Dhe ato me shumë të drejtë në projektin e sistemimit hidrik dhe të gjithë zonës Zadrimit me shumë përfitime, jo vetëm bujqësore, por nga pikpamja menaxhimit ato ishte menun në detaje, gjithçka kishin lënë edhe një port që e quajtin kanali Peshkut, ose sot i themi kanali ekologjik, dhe një port tjetër po në këtë dikë që këto ujërat i përdorin për ujitje. Edhe pastaj shtrati vjetër vetëm nga drenimet që bonte kjo shesh fare pak, dhe nga një sipërfaqe ujëmbledhëse që është vetëm lugina e Zadrimës, që kjo sipërfaqe ujëmbledhëse është pak të 25 herë ma e vogël se sa sipërfaqe, e gjithë sipërfaqja ujëmbledhëse që na sjell ujërat në gjithë nga trojet shqiptare dhe ma gjanë nga gjithë trojet që ne i bjen në vallën e Dejës. Edhe praktikisht një tjetër dam i madh që u bën, një degë e rëndësishme e lumit Drin ishte edhe lumi Gjadër, që shkarkohet në Zojs, lidhesh me lumin Drin të Lezhës, që i merr nga zona e Vigut, nga zona e Pukës, veri perëndimore e Pukës, ka atë sipërfaqe ujëmbledhëse dhe i shkarkohet këtu në Zojs. Po kishte potencial, ishte lumi mirëfill. Dhe bashkoheshin bashkë me këto ujëra dhe kishte indikim të jashtëzakonshëm pozitiv prania këtyne rrjedhave lumore, ishin vunë në disiplinë me anë të argjinaturave dy anshëm që natyrisht donin mirë mbajtje, por kjo mirë mbajtje i takon që të paktën duhet të pastrohet kur ujërat i ke kufizu, kur rrjedhën e ke qurë në 18 ml, që 18 metër kub në sekund që sot nuk ka
Në 80% të kohës ka shku në ekstremi dhe nësë po i sistemoj mirë me që ka shumë informacion për këtë punë. Deri në 80% të kohës lumi Drin sot është lumi vdekur. Nuk ka rrim fare. Vetëm 20% aktivizohet. E di profesor Jakus pse këtu, do të thonë ne do të flasim edhe për njerëz të thjesht, edhe për ata që kanë dorë për vendin që të kuptojnë, ta kuptojnë çfarë ndodh me këtë lum. Dhe është një pyetje drejt për drejt, a duhet ndjehet zona me fat kur ka për në çdo zonë urbane, kur ka afër ose kur i kalon përmes një lumë të tjerë. Sepse shumë vende të botës unë shoh që aty ku nuk ka, zakonisht kanë bërë lugine të tjerë, marrin e krijojnë lumin artificial. Dhe kjo është, por tani a ka bën më shumë keq, a ka bën më shumë mirë e tjerë. Çfarë është Drini i Lezhës për gjithë të pellgun këtu? Ndikimi që ka një lumë në jetën e komunitetit që ka afër, aq më tepër ne kemi një komunitet urban dhe marrritë të konsiderueshme siç është Lezhë etj, është jashtëzakonisht pozitiv. Nëse ne i ndërtojmë marrëdhëniet mirë me lumin. Unë kam qenë në matur, i takon nga 72 në matur, nga 68 në 72 dhe një pjesë të mirë të orës e fiskulturë, se kemi qujtë në të kohë, e banim në lumin Drin me gara notit, me ushtrimin ujë, kur kishe një këllësi të admirueshme dhe ne hecnim gjithmonë në ranën e lumit Drin, që sot paka shumë na kujton kur shkojnë në Shkodër para hyrjes, aty ku bashkohet Drini, ajo pjesë e Drinit, sot është 100% e Drinit që shkon në Shkodër, bashkohet me bunën 1,5 kilometra masi buna del nga liçeni i Shkodrës. Dhe aty kemi pa dhe aktivitete që marrin bajnë pastrim të ranës, larje të ranës, fragmentim të ranës, këtë desha të thosha. Dhe në shofësim disa zallishte, zhavore, me ato, me lëvizit që banë ujë i kthjellët aty, me një pejsazh të mrekullueshëm, ku janë marinat, ku janë plepi egër, ku janë villi, ku janë... Pra, është një pejsazh i jashtëzakonshëm lumor. Këtë pejsazh e kemi pas këtu në, i kishim pika ku bash plazh këtu në Drin. Në veri, në lagjën Liria, ishe pikë shumë i njoftëm, ku shfryzoheshin. Ne kemi drejt të në qendër qytetit, kur banim në mësimet e fiskulturës, banim garat e notit, kishte ekip notit Lezhë, dhe ishte në ekipet që kishe fitu çmime në shkallë republike. Edhe një atribut kishe dhe lumi, ku të bani një stërvitje të jashtëzakonshme. Unë kam përsëri njerëz që i takoj edhe kujtoj edhe qeshen me edhe kur i kujtoj me nostalgji ato vite. Për disa vite, paktën që kam qenë këtu, unë kam vënë re që Drini u kthy vërtet si një knet. Knet që lëvizte shumë ngadalë. Dhe ka një ndryshim, ka një ndërhyrje më vonë për rrjedhimin e tij. Edhe unë desha të sill një kronik, profesor, dhe të vazhdojmë pastaj për diskutimin bashkë. Është një kronik, besoj para pak vitesh, ku Bashkia Lezhë u morë pasaj me pastrimin, me rregullimin, me thellimin, ku janë procese që unë nuk i njoh mirë, po do na i thushti, edhe të shkojmë në atë kohë edhe të flasim pasaj me profesor Jakun. Ndiq një kronike. Qëllimin kryesor është që lumi Drin të kthehet në lumë të lundrueshëm, ndaj dhe Bashkia e Lezhës po bën çmos për rikthimin e një pjese të rrjedhës së hershme dhe për këtë kohë e fundit ka kryer një studim. Për ta zgjidhur ngërçin e le të themi çarkullimit të ujit, duke marrë burimin kryesor që është në pjesën ku fillon le të themi rrjedhja e lumit Drin. Lumi Drin të jetë i rrjedhshëm normalisht e përpasoj pastaj të kthehet i lundrueshëm. Sipas kreut të Drejtorisë së Integrimit Evropian pranë Bashkisë Lezhë, Elson Froku, në projektin e rivitalizimit të lumit Drin do të jetë edhe zgjatja e shëtitores deri në Grykderdhje. Ku të filloje lëja për të lidhur me shëtitoren e Shëngjinit në Kune, ne kemi titulluar, le të themi, itinerari vendvarrimi i Skënderbeut, Rana Hedhun, nëse kjo do kthehet e lundrueshme. Lumi Drin, i cili kalon përmes qytetit të Lezhës dhe ka humbur funksionin e tij, duke u kthyer në një lumë të vdekur dhe burimi i madh ndotjeje. Mungesa e rrjedhës së vazhdueshme të ujit në shtratin e tij dhe derdhja e ujrave të zeza e mbetjeve të tjera ka krijuar këtë situatë problematike.
Mirë, rikthehemi në studio me profesor Jakon. Profesor, tani realisht Drini ka një pamje ndryshe, edhe estetikisht, por edhe funksionalisht. Në mendimin tim, unë e shoh si jashtë. Sepse shoh që tani ka më shumë ndërtime aty, ndërtime që janë në përshtatje me venin, ka edhe bar, kafe, tjerë me radhë. Kam vure që bën dhe të lore sportive, kam vore dhe disa ura, domethënë ka gjë që po është punuar pak a shumë për ta bërë edhe të lundrueshëm. Nuk e di se sa qëndron ky konstatimi im dhe çfarë ka ndodhur gjithë këto vite. A mendon që po të punohet akoma më shumë etj, Drini do të kthehet një aset për ta shfrytzuar për ato që i përmendet dhe dikur shfrytëzoshin? Dhe po, është e vërtet që ka marrë një sistemim, dy anë të algjinaturave jenë bërë shumë të vizitueshme, të frekuentueshme nga komuniteti. Ta shijosh këtë natyrë aq më tërë në natyrën e lumit, është investuar pak, po shumë është investuar. Por gjithmonë unë referoj shumë analizat që i bëhen për statusin ekologjik si trupujor që ka lumi, dhe në fakt unë nuk du se nga natyra imi s'kam qenë asnjëherë që ta shifsha me pesimizëm, sepse ideët kanë qenë nga më të ndryshme, por inxhinierët përpara meje të hidrës e jepshin lloj-lloj projeksionesh se si mund të vazhdoje, po ashtu edhe kemi bërë një studim të hidrologjisë së zonës përveç Akademisë Shkencave që ka bërë në vitin 2005, ku bani thellimin e lumit Drin, zgjerimin, thellimin për ta realizuar, por nuk u pasu sepse janë projekte shumë madhore, duhen shumë financa, me mirëmbajtje të vazhdueshme, dhe u ban edhe studime hidrologjike në një projekt e UNDP-s në vitin 2009-2013, pati konkluzionet jashtëzakonshme, se në gjendje janë trupat ujor, në veçantë lumet tonë, dhe ku duhet ndërhyjë dhe çfarë duhet bëhet, çfarë masat duhet marrin, dhe masat kryesore ishin për të përshtatur ndaj ndryshimeve të klimës. Dhe sikur të mos ishin të ndryshimet e klimës, vetëm nga dhënat që kam marrë qoftë edhe bujore nga ai brezi inxhinierëve përpara meje që kanë pas fatin me pas kontaktin, natyrisht jo aq shpeshta me to, por kanë pas fatin me një gjuhë, dhe pjerësia lumit Drin fal cilësive geomorfologjike që ka, se ka rritë zona fushore ku përfshihet të që ka formuar Drini me matin që fola më përpara. Është ndër zonat më të veçuara, më në presion nga ndryshimet e klimatikës, jo vetëm për vendin tonë. Për këto veçori, në raport me nivelin e detit, kemi zonat që janë në nivelin e detit, prandaj janë 5 stacione pompimi, që me ngritje mekanike e marrin ujin për ta dërguar në det nëpërmjet lumit Drin me këto magjistralet. Dhe nuk i kanë zonat e tjera, nuk i ka Divjaka, shumë më e lehtë, kjo është shumë më limituar në sipërfaqe dhe reagon shumë më shpejt, shumë më e ndjeshme. Te lumi Drin është unë kampanje kur merrsha që përmena më përpara inxhinierët, kur më tregoshin shiko se pjerësia e lumit Drin, që për mua nuk ishte i fushës, është 2 cm në 100 metër. Dhe unë me këtë dhënë ty unë llogaritja nga Grykderdhja deri tek kanali Strausi, themi këtu në fillim në pjesën jugore të qytetit tonë, i takon afërsisht 120 cm diferenca, po me 120 cm një baticë 30 cm me dikurshme, që sot pranohet që është dyfishu, një baticë aq më tepër është shoqëruar me një stuhi detare, i ban një bllokim komplet të ujërave që shkarkojnë det. Ky bllokim do të thotë përmytje për qytetin, përmytje për zonën e Zadrims, dhe ne pam 2 përmytje të funit, jashtëzakonisht të fuqishme, ka qenë në janar të vitit 2021 u përmyt zona e Zadrims komplet. Dhe nuk një gjoshën me përjashtim të një shifre që llogaritën 242 deri në 300 mm shi me ra në harkun kohor prej 2 ditëve, krijon precedentin e përmbytjes. Dhe në 2023, po në janar u përmbyt qyteti, u përmbyt qytetoria jonë.
Edhe aty kishte 240 mm shi në harkun kohor për 2 ditësh, bani përmbytje. Pse u ba përmbytja? 2 arsye në madhor. Kapaciteti përsjellës i shtratit këty lumi është limitizu, sepse ka mbushje gjatë gjithë periudhave vjetore dhe nuk është qysh në 2005, nuk është bën një pastrimi thelluar. Këto në ndërhyrjet që ka bë bashkia në magjistrale, në sistemin kullus kryesor dhe që kanë qenë goxha përmirësuese për mi vur këto në ujrat mi adresu në shtratin e lumit Drin, të shtrapi i lumit Drin ngece. Në këto kushte duhet trajtu si që trajtohet një magjistral, që të pasrohet një herë në 5 vjetë në qofse nuk i sjell të paktën 30 metër kub ose 25 metër kub ujë në sekond nga diga spatharës. Po se thellove, po se zerove shtratin, me qunë parametra që të ketë kapacitet përsjellës të atill, të aty në sasinave që llogaritën sot në një rast përmbytjen, në rast të nëshirave ku shkojnë edhe 300 mm në 2 ditë, që janë edhe dukuri të ndryshimeve klimatike, që do të thotë që në periudat saktume bien shumë rreshe, pastaj ka periudat gjatona thatësirash e tjere. Dhe pra që ndodh, kena gjatë gjithë periudhës në 80% kohës kemi eutrofikim, është proces biologjikisht i njoftum, kur duke shkarku kanalizimet me përmbajtje shumë të larta organike, sepse fshatrat, njerëzit, shtëpiat që kanë afër nëpërmjet tubave plastik, pak i kalojnë në gropa septike, ma shumë i kalojnë në kanalin që kanë më afër dhe kanë një ngarkesë shumë të madhe lëndsh organike, ujrash të zeza. Dhe kur vinë në lumin Drin, edhe këto bëjnë sedentin më intensiv? Pak a shumë kjo është, po ka i diçka. Kjo është kanë edhe ndotjen bakteriale. Po pra, edhe këto. Stafilokokun me streptokokun, që janë një ndër tregusat kryesore për me pat shnetshëm ekologjikisht një trup ujor, por janë edhe pasaj tregusit fiziko-kimik që janë në kodi, bodi, janë pasasht oksigeni i tretë, nëse nevojat kimike për oksigeni i trupujor, ku sa i shnetshëm është ky trupujor nga pikpamja natyrore, janë vënë norma që me klasifiku se ku a kemi këtë drin, ku a kemi këtë ujë dhe në po të lutëm Gjergj më ndihmon nga që ka shumë informacion. Po. Du t'i them sa më shpejt. Okej, jam i qartë, po unë desha të them diçka pasaj. Me kanalizo në pjesën e argumentit që shtrove. Okej, unë jam të kjo. Okej, pra është një trup. Ky trup është trup pa kontroll dhe njerëzit bëjnë si a kontrollohen, ta zam gjithë fshatat që janë afër. Do të ka një kontroll rigoroz, s'ka vend botës që mund të lejë aty që ban hidh meteorinë edhe atje, hidh kështu, domethënë kjo për ta ndihmuar lumin, se nëse ti pengon disa gjëra që i kanë dorë vetë njeriu, okay, pastaj ndërhyrjet janë gjë tjetër, ndërhyrjet e mëdha. Ne përmena përpara dukurinë e eutrofikimit. Çfarë do të thotë? Duke ardhur gjithë kjo ngarkesë nga ujrat e zeza, argjillat, dherat, lumrat e tjera që bien dhe përfundojnë dhe tu nuk ka ujë që ti shtyje ti përcjellë ti çojë ndet, ato ngelen aty ose lëvizet fare pak. Në këto kushte krijohet një konkurrencë jashtëzakonshme e florës ujore, ku janë përgjithësi janë alga, deri ato azote feksuese që janë tregojnë edhe shkallën më të lartë ndotjes e tjera, por edhe arrin edhe të krijojnë një stratifikim zbashku me argjilat, me lumrat, dhe jo sedimentet e ngurta që ti qoj ato ranat e hintat që të shkoj ti vendosja që mbari det dhe ta animoja dhe paka shumë ta amortizoja disi erozionin në tem tjetër e dhe mbushjet, zvoglot shtrati, vit mas viti zvoglot shtrati, pra ne përmena ma përpara si që ndodh me magjistralet e mëdhaja kulluse, që ndërhyjet të pakte një herë në 5 vjet, edhe këtu për me garantu që lezha mos të përmbytet dhe ta shkojmë drejt rijetësimit të lumit Drin, duhet që lumin Drin masi ta thellojmë, në moment që mbarojmë thellimin e parametra që të ketë parametra përcjellës si të rresheve me atë intensitet që janë të llogaritura në një hark kohor X duke projektuar edhe për të ardhmen, edhe
që të funksionojë si lumë, nga pikpamja natyrore. Jo lumi i vdekur, se sot në gjeografia është lumi i vdekur. Nuk ka, sepse nuk ushqehet dhe, me thënë drejtën, nuk e kam një aspak vetën mirë fare, kur rastësisht në lëvizjen në rrugën Shtraus nga Lalmiri, kur shikoj për herë të parë nuk ju besosh asyve, e kam marrë atë pjesë me video, kur në kanalin Shtraus ujë po hecën në të kundërt. Edhe mendova çfarë ka ndodhur. Mos kanë vënë një pengesë diku. Ishte duke ecë lart. Në të kundërtën. Po, imagjinoj. Vi shkoj të shkarkimit drinit, thash do të ketë ardhur në një rrëdhime madhe, në një shi madhe, s'ka pasë deti, ka bë pengesë dhe ka fut këtu për ta kanalizuar dhe po shkarkon aty. Në fakt si ishte kjo dukuri. Dukuria ishte që lidhja e këtij drini që sot s'funksionon fare me detin, marrëdhëniet janë shumë të ndare, shumë të kufizuar me detin. Edhe lagunat me detin, një ndër detyrat që i ka dhënë natyra lagunave, një ndër shërbimet kryesore të lagunave, përveç shumë shërbimeve që kanë si ekosistem, është mbrojtja nga përmbytjet. Si që thamë ma përpara, sa që di, si ka mundësi që një trupëjor ty të mbrojë nga përmbytjet, po, sepse shkarkojnë të goditjet e fuqishme që e deti, stuvit detare që e bon shumë prezente, që unë kam folë disa herë në kanale televizive tjere. Po, e qikë se do flasim për këtë pjesë, pak më vonë do flasim pak më zgjeruar, sepse edhe kur imi taku, kështu kam thënë, delta e drinit, delta e drinit. Me këto ndërhyre që janë shumë të bukura, shumë pesazhiste, shumë të shijueshme për qytetarët e tjerë, ka një moment që në periudhën e verës ne gjojmë edhe erën e keqe. Shohim edhe ato grumujt e tem tjetër prapë të mushkonjave etj, që një histori tjetër ajo, dhe që e vend situatën fakt në një risk jo të lehtë. Nëse unë sot do të filloj ta thelloj shtratën e lumit kur kaloj nëpër qytet, unë paktën një krah të qytetit duhet ta kem të lirë që këto përmajtin që do ta heq për ta qunë në parametra shtratin që të përcjelli aq sa duhet, nuk është e lehtë se s'ke ku ta vendosësh, ose du të ketë një teknologji imagjinare që du të ketë shumë kosto që unë të arrij ta qej në parametra që t'jetë i aftë për cilë, po jo të shofë sot në zonën e Baldrenit, është plepi disa vjeqar aty midis shtratit të lumit, janë kallamishtat, nuk shof as pak fare në periudhën e verës as një lloj lëvizje ujit. Dhe kthehet fill në një basen ujor, ujmbajtës, basen, me një shkallë ndotje ekstreme, nuk matet nga pikpamja si trup ekologjik në ato shkallë të shkalla ma lartë të ndotjes, pak e kemi pa në lumë aty ku shkarkohet të ishmi, që shka për arsye se janë shumë fshatrat e zonës Tiranës që shkarkojnë aty, por që këtu ka një histori shumë të vështirë dhe përballja nuk do t'jetë e lehtë aty në brezat në të ardhmen. Aktualisht, në krahas asaj një bukurie prallore do ta quaj që vjen një frym tamam europian dhe ke dëshirë që të ecësh edhe me një mik tanin që s'është i lehtë, aq më tepër kur janë tuaj. Por që unë fatmirësisht kam pas marrëdhënie të mrekullueshme me gjithë stafin drejtues dhe me drejtori që mbulojnë këtë çështje dhe kemi komunikuar disa herë dhe situata është e njoftun dhe këtë që unë e ngrej si për erozionin, si që ngrej për lumin drinit dhe ato e lëbojnë në instancat e larta për me gjithë zgjidhje, për me bën studime inxhinierike, hidrologjike, që më dhanë zgjidhje të qëndrueshme të paktën për disa dekada më vonë të paktën. Okej, shkojmë te Bregdeti. Pra shkojmë tek delta, edhe të lagunave, edhe të drinit. Një përshkrim që bëhet është shumë signifikativ, domethënë ku e kam bërë edhe kam lexuar në disa vende, që kështu thotë kështu bunkeret e dikurshëm që ishin në ster, pra në tokë, të vëmë kështu në Bregdete, tani janë 150-200 metra të futur në det. Ky afrim i detit është jashpër, është cinik, ose çfarë do i sjellë të ardhmes? Ku është rreziku dhe sa është marrë parasysh ky rrezik nga instancat? Ju si specialist keni folë vazhdimisht. Çfarë ka ndryshuar apo çfarë do ta sillim detin prapë më këtej se po ndodh në gjithë
gjën globale, por këtu çka kemi ndorë ne. Në fakt, që në vitin 1970, nga studiusit të kësaj fushë, që merreshin shumë me gjeomorfologji, me atë Bregdetin e tjerë, gjithmonë e konfirmonin faktin që deti po avancon me 2 metra e gjys. Mesatarisht në 2 metra e gjys. Ka vene që hecë shumë ma shumë, ka vene që edhe ka mbushje. Por mesatarja është e frikshme, 2 metra e gjys. Flasim për guriderdhet e lumeve tjerë, por këtu është shumë ma spikatu në rast të i drinit me matin. Dhe ajaks e kësaj kryesori është modifikimit që përmenem që jenë bon në lumet, si në lumin mat, po kryesisht në lumin drin, ka bon që ai bilanci natyror i përcjellës sedimenteve të ngurta që ushqen të Bregdetin, ato që e formuan krejt fushën dhe arrin në një bilans saktum që ne e quajmë një vi ndarëse vi ujit midis detit dhe tokës së zonës wetland, ajo tash pra sasia e këtyre sedimenteve shkojnë në zero dhe në këto kushte vija nuk lëviz, vija Bregdetit nuk lëviz vetëm në ato raste kur sasia sedimenteve të ngurta që sjellin lumet që e kanë formuar është e barabartë me atë që deti merr për ta quajtur në thellësitë të tij. Të tij, po. Nëse ndryshon ky balans, atëherë do kemi nëse lumet sjellin më shumë se sa marr deti, atëherë toka përparon, zona wetland përparon drejtim detit. Dhe e kundërta, nëse lumet sjellin më pak, atëherë deti është ai që përparon në drejtim të tokës për aty ku flasim ne. Dhe tani po ndodh kjo e dyta. Dhe po kjo është bën gjithmonë më frikshme. Pse është bën më frikshme? Se krahas këtij prishjes balancave natyrore ku faktori antropogjen ose faktori njeri është shumë vendimtar në prishjen e balancave natyrore të furnizimit me sedimente të ngurta të Bregdetit, janë ndryshimet klimatike. Ato janë bërë prezente. Ku janë zonat më topta, ato opsojnë më shumë. Lezhja, Bregdeti Lezhë është në Bregdetit më të ekspozuar. Unë kam pas raste në konferenca jashtë vendit, me pas edhe ekspertë të detit Baltik ose ekspertë të tjerë dhe krahasu me këtë që po ndodhe në Bregdetin ku ne vajin pa tokë. Dhe pa tokë ka i veçori tjetër që mund të ndalohemi, varet nga hapësira. Dhe është nuk gjenet në Europë. Nuk gjenet në Europë. Dhe aq më tepër që ne në një fazë të parafrimit legjislacionit shqiptar ndaj legjislacionit evropian dhe legjislacioni për ujërat është ai më potenti, më i fuqishëm, më me shumë disiplina brenda tij. Dhe paktën më përpara informacione që më përpara kur aderoshin për më bë pjesë e Bashkimit Evropian, vështirësitë më të mëdha e kishin në parafrimin e legjislacionit në kuadrin e ujit, në kuadrin legjislativ për ujin. Bie fjala Danubi që kalon në 5 shtete para se të shkarkohet, në legjislacion evropian do të thotë që ti zotëri që e ke këtë lumë këtu, kur doja dorëzosh tjetër, doja dorëzosh me këto parametra, fizike, kimike, ekologjike tjerë tjerë. Ne kena bën studimin ne, ka qenë një kompani ku kam pas rastin vetëm me qenë mbështetësi ty, edhe jam atë, për s'kam punu si konsulent aty, kur e kanë bërë planin e menaxhimit lumit mat. Dhe situata tanishme është vërtet e frikshme. Duhet ndërhyrje urgjente me ato projekte që shtetet tjera i kanë provuar, jo më larg Italia i ka apliku instalimi i dallkëthysëve. Ajo është mosa, jo se zgjidh në kush e di se sa dekada, po të paktën paraprin shumë dhe nuk e lën që kjo zonë të na humbi integritetin territorial, të na humbi si zonë wetland. Kjo po aplikohet shumë kamore edhe në Amerikë, në disa vende me këto dallkëthysit janë po banë me qindra kilometra, sepse ata e kanë pësuar me tsunamet e famshëm me radhë. Por funja kjo është një nga zgjidhjet që ju e thoni për të mos e rrezikuar. Edhe ana tjetër është janë planet urbane, janë ndërtimet që për shembull Shëngjini është një katastrofë vërtet, ka ndodhur prej vitesh. Edhe nuk e di se sa unë i gjen tani ju, a është bërë më disiplinuar ky lloj trajtimi i Bregdetit?
Unë kam pas fatin dhe jo fatin me qenë pjesë se këshilleve, se në final ishe një votje që dhe ta zgjidhsha unë dhe natyrisht është matematika, është logjike kjo. Por presioni urban ka në vendet tjera, por në vendet ndjeshme, kur janë bregdetare, aty dami është jashtëzakonshëm. Ose kur je afër trupave jore, që tham, afër, siç është i pa, ka një kosë shumë të madhe brezat që vinë mrapa për të plotësuar nevojat e tyre. Sepse ne kemi pas rastin të gjithë me kaluar në bari, dhe në çdo pjesë qytetit që të lëvizësh në bari, çdo pak metra vjen korridori që shikon ti, megjithëse e ke, ndoshta nuk jam i sakt, po ndoshta edhe kilometra edhe më shumë të paraqitet deti. Nërsa në Shëngjin detin e ke me 30, me 40, me 60 metër jemi disë qytetit dhe se shef detin. Pra duhet mu sjellë që të arrish këtë deti. Pra presioni është jashtëzakonshëm dhe kjo do ta vuajnë brezat mrapa edhe nga potenciali turistik që sot është shumë mbi kapacitetin. Unë të mërohem kur e shoh bashkinë në përballjen për me largu me torinat me atë sistem që ka sot, me ato mundësitë financiare që ka. Thëmë si a del kjo. Kur para një 10 vjeç menonin që trefishohet popullsia e rezidenciale, ato që banojnë, po sot rezidenciale është bërë shumë më tepër se trefishen, gjithë ato hoteleri ku pra nuk është ajo vizitori që vjen nga një rreth, shkon në plazhe, kthehet dhe shkon në shtëpinë e tij. Dhe ato janë goxha po të presioni bajnë me trafike, me gjithçka, me ndotja e ajrit, ujit e tjerë. Dhe jena përbalë shumë sfidave kjo. Dhe janë shumë sfida ka sa unë kur shoh nga njëherë se mas shumë periudash shoh që vendimarrësit tonë lokal e kanë kriju konceptin, e din, janë të orientuar se ka janë drejtime që ku duhet kapë dhe ku duhet, ajo shprehja e popullit që duhet kapë demi për brimesh, këto e kanë formu, por duhet shumë buxhete financiare, edhe natyrisht donë edhe ekspertizë teknike mjaft kualifikuar. Po. Me qenë se ma përmene pak dhe trim pak minuta tek laguna e Patogut. Se Patogun flasim shpesh herë për këto dhe merrna më pak me Patogun, komunikimet që kanë laguna me lagunën, gjithë ky areali ligatinor domethënë që është pak a shumë. Pse ka specifikat tjera? Ka specifikat tjera në disa drejtime. E para, edhe një ka njëti fenomen, por ka një geomorfologji pak më ndryshe. Nuk është kaq e ulët se sa tek ne, por nëse ajo që shohim sot jo kjo me litoralin e ri që ka rrethu, që tash hapet, mbyllet, e ka historinë të tjera, ai funi që sot është në kontakt direkt me detin, jo aty ku bëhet e lëvizja më masive është laguna Pest. Ka pru lumi inerte, ka formu lagunën, ka kriju litoralet, ka formu lagunën e re, ka formu litoralet në varësi të prureve që ka pas të ngurta, dhe sot ajo që shohim është laguna e Pest. Dhe kjo u formu edhe një lagunë e re, që është ajo ku, ja kam harruar emrin, njëri ka bën një investim tek ai. Unë kam pa atë zonë, kam biseduar me fshatarët, kam qenë me ekspert më të mirë të huaj, që kanë eksperiencë nga shumë brigje të globit, jo këto. Edhe kur bisedoshim me peshkatarët, ikem në Itali, thotë, pse? Se po avancoshin, po bjenë. Dhe nuk ishin një spjegim që të kam gjetë as shkruar, as konfirmuar, por krahas këtij avancimit dhe vendosës litoralit, po ndodhte edhe erozioni edhe kundërta. Dhe për mua, duke qenë që kam qenë monitorues i gjithë shfrytëzimit të inertëve, kanë qenë 17 firma që shfrytëzoshin inertët, tash ka ndryshuar situata, është një situatë krejt ndryshe. Atje edhe nuk e di mirë dhe sa më informuar, kam vite që jam shput, që është paktën që nga 2006 nuk kem pak, por i kam parë në më shumë në distancë, ku duke gërmu, pa respektuar dhe kritere shumë të miratura tjere, ka shumë kritere, s'do futem, janë shumë teknika ato,
me ato fadromat e tyre etj. Krijoshin turbulinat jashtëzakonshme dhe këto turbulinat kishin tendencë që qosha i rana imtë etj. Dhe ai ujë që ishte përcjellte. Pra ishte një zhvillim artificial i ndikuar po nga njeriu, duke kundërt me erozionin, duket si pozitive, po ti aty ku e merr dhe në pakon produktive, ti tu jeturan në nivelet të pranueshme dhe ndoshta jo të pranueshme, jetu ndiku në ujrat në toksor, jetë e bën më të brisht aty. Prandaj studimet janë vërtet perfekte, po jo se janë zbatuar sepse aftësia për t'i kontrollu, për t'i majtë në kontroll shfrytëzimin e zhavore, fatmirësisht unë e di se në lu ato dhe kanë për arsye menaxhimi të rrjedhës kryesore të ujit, lejoj një subjekt të shfrytëzojë këtë që ta majë në rrjedhën në qendër, që mos na dëmtojë, mos na prishë argjenaturën, mos kalojë të një fshat etj. Dhe aty është një situatë disi dinamike që tash do ndodhe erozioni edhe atje. Është pak i mbrojtur nga karburoni, nuk është se ishmi do sjellë sedimente, se s'ka ku ti marrë sedimentet ishmi, e sjell më shumë argjila dhe shpërlarje kur nuk ka pyllëzime, kur nuk ka më shumë shpërlarje edhe i sjell aty. Dhe është shumë dinamike, është shumë komplekse. Unë nuk bie dakord me as gjithë ato që thonë që një gjohë se aty ka një mbushje dhe po ecën dhe bajnë shpjegimet e tyre. Për mu ndërhyrë, ai lloj avancimi sa është bo, ai krijimi i atij litoralit është bo si rezultat i një shfrytëzimi kolosal i pranueshëm deri në një farë mase, aty ku janë shfrytëzuar me produktivitet dhe me duke zbatuar kriteret teknike, aty është mirë që nuk është se s'ka prodhu, nuk do futim pasaj se ka ndryshuar dhe aty rrjedhja, ka ndryshuar me ndërhyrjet prap modifikimin që e bën lumin fan, më thash temë shumë e gjatë kjo dhe s'do futem aty. Shiko profesor, se në këto që më thu edhe në patok kështu, ne do kemi rastin që t'i bëjmë gjërat atje ku janë. Në një bisedë e tjerë t'i bëjmë. Është shumë mjaft mirë. Po, do ishte shumë më mirë sepse njerëzit me imazhe është shumë i rëndësishëm edhe duke të pa konkretisht, duke shpjeguar tjerë është gjë shumë e rëndësishme kjo që për fat keq mediat nuk e bëjnë. Për fat keq mediat nuk janë duke u marrë, merren shumë pak me mjedisin. Në çfarë do ndërhyrje vlerësimi ndikimit mjedis është shumë i rëndësishëm. Se në çfarë niveli ban, çfarë cilësie bëhet etj. Është histori tjetër. Unë kam pa të rrjedhja e gjallë e lumit mat është kriju si me qenë lugin, aq shumë ka depërtu, nga një anë duket mirë sepse ka ku shkon kjo rrjedhje e lumit, por aq shtrirje sa i ke dhënë ti është shumë e dëshirueshme. Sepse edhe në atë kohë ka pas momente që i kanë vu përveç që kanë llogarit 1 kilometër i gjys që mati të sillesh, tjeti lirë, mos ta detyrojmë sepse nuk e detyron dot, nuk e fut në kthetra kaq me 2 argjenatura, sepse ai të ban namin pasaj në zonë fushore aty ku janë fshatrat. Edhe ka pas një studime jashtëzakonisht të mirëfillta, jashtëzakonisht. Edhe plani i menaxhimit lumit mat është bën nga kompani mjaft prestigjioze, mjaft e njoftuna, por ne na duken si utopike, si mjaft teorike, por ka ardhur edhe koha që në përpjekjet që bën vendi jon për tu parafruar në legjislacionin, atë duhet ndjeket ai shembull, duhet rimerret, duhet bëhet plani i menaxhimit, se dhe plani i menaxhimit ka kufite vet, që ai më shumë se sa 10 vjet ai bën sepse ka ndryshuar situata në terren. Po, atëherë do të shkojmë në pjesën e fundit, por para se të shkojmë një spot publicitar dhe rikthehemi këtu në studio me profesor Jak Gjinin. Mirë, rikthehemi këtu me profesor Jak Gjinin në pjesën e fundit. Shiko, profesor, informacioni juaj është shumë i dobishëm. Është shumë i dobishëm se është informues dhe njerëzit kanë shumë nevojë për informacion. Mendoj për informacione, jo bajade, informacion si jam kundër rrjetet sociale, biles ato ndikojnë shumë, por mënyra se janë mësuar njerëz me kollallëk, domethënë duke marrë gjëra, TikTok e tjerë me radhë, nuk marrin informacione bazike dhe një ditë pa pritur kur vjen e keqja, afër shtëpisë tonë e kupton se çka ka ndodhur. Prandaj ky informacion është shumë i domosdoshëm dhe sot ishte shumë i vlefshëm informacioni, por desha të spikas diçka të veçantë. Ju keni një komunikim me gjeneratat e reja.
kam vure që të ftojnë gjitha ne në për projekte të ndryshme që kanë shkollat, sidomos, të rit. A është kjo që një profesor i ditur si Jakgjini të bisedoj me këtë gjenerata, të afusin gjak ekologjin, e më radhë, dhe ju, çfarë impresionesh keni nga këto lloj takimesh që bëni dhe cili është gjuha konvencionale me cilin ju komunikoni për të hyrë ke subkonscienca e fëmijëve e trive me radhë? Është pjesa më e ndjeshme e imja komunikimi me fëmijët, sepse startin e punës time dhe jo vetëm startin, por gati gjysmën e jetës time aktive kam pas në shkollë. Dhe e kam një vetën si pjesë e habitatit tim, tamam në atë momentin kur e nisha njëshme në Nxansin nga pikpamja e shkëmbimit dhe projekcioneve e hecës se kishin përbashkë rrugtimin. Ky gjallë ngjej sot, madje dhe me një komunikim që pata jo larg me ato që janë përgjegjës për edukimin në zonën e Mërojtën, kur shkosh në shkollë, thëmë, do vje dhe unë me ju, me kënaqësi, thotë edhe dakord. Unë kam qenë në këto shkollat pak në periferike, edhe aktivitete me këto shkollat kemi i bënë. Megjithëse kanë ndryshu kurrikulat e tyre, i kanë fut në arsim të orët midisore etj, natyrisht duhet ma hap shumë i vonuar, por duhet që shumë ma përpara. A e te që mëson nga terreni, nuk ta japin shumë, një qerekore në terren, është sa shumë orë mësimit në klasë nga pikpamja mjedisore, nga pikpamja se qa mbetet për Nxansi. Dhe qa mbetet dhe qa redukohet Nxansi, sepse janë shkollat afër lagunave, dhe pak njohëri kanë njohëri të natyres bazike, i pa fut në këto terma shkencore tjere, në zyte mjedis ligatinor, ti e ke shtëpinë, e ke privilegj, por duhet mbrosh, duhet përshtatësh tjere. Mjaft Nxans kanë në rrimin e viteve, natën e nërimit viteve në 2009-2010, tamam natën e vitit të ri, mëgjesi në lagjin stom të ishullit Shëngjinit, i ka gjetë me ujnë e detit në borë dhe në katët e para hi ujë detit, po me të hi ujë detit është shumë ma i frikshëm se sa edhe ujë lumet është i frikshëm, ato që e kanë përvu e din. Unë kam shkut të nesëmën jo për në pozicionin tim të lidhës ose të njëshmërisë. Dhe Nxansit kanë qenë pjesë të kësaj përballje. Kur nuk e duhet të formojnë konceptin, çfarë na pret dhe unë shpeshherë ju them, ju do të jeni inxhinierët e mjedisit, ju do jeni inxhinierët e hidrologjisë, keni rastin më të mirë me mbrojt temat studimore dhe ta kapni me pasion si në biodiversitet, si në hidrologji, si në geomorfologji, ne po na vinë studentë nga bota për të mbrojt temat këtu. Dhe në qofë se thëmi ndryshime klimatike, dhe e përmendim shpejt ndryshime lejsha, ndryshime klimatike, unë e quaj në thojza një laborator, kushdo që me pa vizualisht, se ne nuk e shofim sa ndron temperaturë globalisht, sa ishtë një shifer, është një grafik në të rumë, etjere, po kur ndodhesh para fortunave, kur ndodhesh se qa ka bën një thëtsire të zgjatër në disa mujore, ose kur ndodhesh me rebeshe shiu që spushojnë për 2 ditë rreshtë dhe bajnë përmytjet që si kanë pas tjertë, dhe kur nuk shikon borën ose akullin gjatë gjithë vitit, kur mali joni velë se kishët patin 4 muje, vetëm atë mbulesën e bardhë, por shtërnjesh edhe poshtë në zonën pyjore. Kur akulli këtu e kishim në 3-4 muaj në borë, kur lumi drin brezi tjetër për para nesh, mbulosh me akull dhe kaloshin me qere duke i vu kashe, mos fshasin bregun tjetër. Pra kemi ndryshime kolosale që gjitha këto impunojnë që brezi, sfida që do të ketë brezi ri, sfida që do të ketë nuk janë të leta për të përballë, nuk janë as pak të leta dhe kanë një kosë jashtëzakonisht madhe kushdo që ban investime. Shiko, profesor, ne jemi taku bashkë njerë tek shkolla Pashkovasa në Rëshen me një projekt që interesant për Blu, që flitet për menaxhimin e lumejve edhe kujdesin e brezave të fëmijëve tjerë me radhë, dhe ishte gjë shumë e bukur. Më mbra që të shkoj edhe të atje që në brigjet e lumit, apo do të jetë ndërtimi i këtyre qerdheve të zogjve me radhë, ishte shumë e bukur se pash fëmijë do ndërtu qerdhe, do shumë. Dhe unë desha të sill një moment ku ju keni biseduar për rreth 1 orë sa, domethënë shumë, po 1 orë sa që kur e mendoj sot do ishte shumë mirë që të ishte në ekranin televiziv, do e filmuar mirë dhe për ta dhënë për shkak të një orë mësimi fantastike, po unë vuna re
mënyra interaktivitetit që padhe me fëmijët. Thashtë ta sillim këtë moment, është pak minuta ku profesor Jaku ka qenë me nxënësit e shkollës në Rëshën dhe me mësuese arbrorën. Shumë e përkushtuar. Ndisni pak edhe kthehemi prapë me profesor Jaku. Sigur se ke bërë shumë vepra. Cila është vepra më e madhe që ke bërë për mjedis? Ti qunë vepra. Po ti qunë vepra shkruane, unë qunë projekte ku kam studiu për klinikën me kolegë që ishin të ujë dhe shqiptarë, të ujë që kishin eksperjenca më shumë. Dhe gjaja ma mirë kur kam shkru një raport me një të ujë, ose kur emrin me një raport, ashtë referu një ki i huj, edhe aje ka shku ke raporti një që shiko se këtë gjanë ka trajtu filani, kur e kam gjeta emrin tim të trajtuar, të kaj, këtë literaturë, e ka shku dhe emrin tim që kam shkrizu këtë literaturë, atëherë në thëmë të rritën e kam një vetëm. Kjo nuk është modest e ti që të qëta. Që pse pedagogu im që kam korespondencë me të shumë Shkodër, a i ka një bibliografi, një libër me 200 artikuj në një jetë njëri o shtirë shkencorë që referon e Europa. Unë po flasë për një referencë shumë të vogël grupesh ekspertash, unë kam punuar si ekspert, si asistent teknik në shumë projekte në Bregdet. Këshillat për gjithë mësimin që na dhe sot. Dhe nuk do të lejmë të marrim prapë, si ka gjithë tani do të marrim edhe për nxënësit, po do të marrim edhe për tjerë, për gjithë ata që kanë nevojë. Faleminderit që keni. Mirë, kthehemi profesor Jaku. Pra, patë shumë impresion fort aty. E pash me nxënësit, domethënë thash shqyqyr që erdhi Jak Gjinin Mirditi herë dhe të shohim me një projekt shumë i bukur. Dhe vuna reje se si ka mundësi që nxënësit domethënë ishin të updateuar me gjëra, të bën pyetje interesante dhe përgjigjet tuaja ishin shumë bukura. Dhe kur kanë dalë kanë pyet nxënësit mësu gjëra nga profesor Jaku kështu, dhe më thanë shumë gjëra të cilat ti i përmend aty, ata mi rikthyen sërish përgjigjet. Kishin kap gjëra themelore të tuaja. Realisht ato ka një jetë të jashtëzakonshme, është rini, ka shumë energji për me marr terren. Edhe këtë gjë pash atje, edhe ishte komunikim vërtet, ashtu siç thatë edhe unë, ka lënë një impresion të rrallë ajo, sepse kërkonin me ditë shumë gjëra. Edhe unë nuk disha që t'ju jepsha më përpara, sepse është një përvojë një vjeçare, është një përvojë shumë vjeçare e imja, pothuajse pjesa më e madhe e jetës time aktive si me qyt. Edhe fatmirësisht më kujtu edhe një mesazh që unë e kam pa bërë pjesë të disa auditorëve më përpara, por ka vite që nuk e përmend. Një mesazh të një publiciste amerikane e njoftër, Melodie Betier, që thotë unë nuk mund ta ndryshoj botën, por duke ndryshuar veten time, unë mund ta ndryshoj atë. Edhe unë gjithmonë bazën e kësaj, për ta vënë në kontekstin praktik të gjasën me nosha, por ne kemi një administrat, kemi këto zyra, kemi këto institucione, im 71 institucione janë rajonale, lokale, të bashkisë që kanë aktivitet. Imagjino se sa në punë sa kemi në këtu. Vetëm me familjet e tyre, sikur ne të ushtrojmë këto aktivitetet, i përcjellim të ky brez dhe të përfshim në këto lloj linjesh në pjesën mjedisore, po thejmë, ose ekologjike, është një përfitim i jashtëzakonshëm. Është një përfitim i jashtëzakonshëm në sjellje. Është një përfitim i jashtëzakonshëm në sjellje. Unë kam pasur raste me ekspertat huaj që kishin gjëra që i bashkë impresionet i jashtëzakonshme për mirë, por kishe edhe impresione jashtëzakonshme që s'duhet t'i kujtoj edhe në pjesën. Po e qartë se unë prani po dalim tu domethënë që a ka nevojë që nxënësit e shkollave me orë të veçanta, speciale, me radhë, të bëjnë vizitat e duhur, të flasin me specialistët, ta zanë të lagunat, brigjet e lumeve, e tjerë me radhë, dhe të marrin pjesë pikërisht në projekte konkrete, që t'i prekin me dorë gjëra dhe edhe ndryshimet e vogla, sa do të vogla le t'i bëjnë fëmijët për shembull, dhe këta sepse fëmijët pastaj normal është një gjenerat mbrapa që e kupton se çfarë do ndodh me ne më vonë. Tu e kam fjalën, çfarë ju sugjeron ti? Çfarë ju sugjeron shkollave,
e gjithë institucionet e edukimit. Në gjëhet se kam majtë ma shumë nga e periudhë kur kam qenë vetë në zanë, se kanë qenë kontaktet me natyrën dhe punë e laboratorit, punë konkrete praktike. Në kemi pas laboratore, kemi luftu me gjithë në zanë, si që t'i kryojmë laboratorin dhe praktikisht dalja në zanësve në teren me gjenja kretë hapsina në temat e mija për mi pasa ma shumë zanëse në teren. Ato mu më kanë lanë impresione vetë dhe ato që unë kam në memorin time dhe që më kanë formu ma shumë në pjesën që ne diskutojmë bashkë, ka qenë pikërisht kjo. Pra nej unë si trupave pedagogjike shikoni se përfitimin laboratorin e keni të dera shkollës, e keni fare afer, shfrytëzojnë natyrën, përpiqeni ta lexojeni bashkë me nxënësit, ta lexoni natyrën, të kuptoni se çfarë po ndodh në natyrë, ajo ka gjuhën e vet që duhet kuptu gjuhën e vet. Me shiun, me temperaturën, me rani gjethëve, me lullëzimit, me llojen e tjerë. Problemi është me lexu natyrën, me bën nxënësit këtë janë gjurmë që nuk i fshihen për gjithë jetën, e formojnë nxënësin. Mirë profesor, shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi me ju. Gjithë ky informacioni dendur sot i dhënë për mjedisin, për biodiversitetin në zonën e Lezhës dhe jo vetëm, ishte edhe si një orë mësimi. Një orë mësimi që ja vleti edhe për mua, po ja ka vletë edhe për audiencën. Më pacu unë isha me marakon e kësaj që ku mu përqëndru, sepse po thuj se pjesa ma madhe temave që ishe një mozaik temësh, se cila prej ty në dëmë thëllimet e veta. Besoj që do të ketë një audiencë që do të kërkoj interes në gjithmonë në aspektin që ato të përfitojnë për vetën aty ku janë ato. Okej, unë do të qyë një kuvend me profesor Jakun për mjedisin, pra kuvend për mjedisin, dhe kuvendet për mjedisin janë bëhen historike këto dhe është i rëndësishëm se Lezhë e ka vendin, jo vetëm ato kuvendeve kuvendit për shembull jo Pusha, jo Shpata, jo njëra tjetër, por sot është koha për bërë kuvend për mjedisin. Edhe ky ka qenë sensi i ftesës që unë kam bërë dhe të marrim mesazhet e profesor Jakut ku unë ngjelim këtu të mësojmë dhe të respektojmë gjuhën e natyrës. Ky është mesazhi më i mirë që ke dhënë për të gjithë ne dhe sidomos për gjeneratën e re. Të falenderoj shumë profesor Jaku edhe do shihemi sërish bashkë. Ishte kënaqësi e veçantë. Falenderoj për mundësinë që më dhe mu shpreh me të gjitha këtë. Faleminderit edhe për ju të nderuar teleshikues të Akrolis TV, ku keni mundësi për të ndjekur në kuvend. Do rishihemi sërish në emision pikërisht në kuvend këtu në Akrolis, nga unë Gjergj Marku.